Kulla Sulejman Vokshit, një nga monumentet më të rëndësishme historike në Gjakov, po i nënshtrohet një procesi të plotë të restaurimi me qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të qytetit. Kjo kullë ka një vlerë të veçantë historike, pasi dikur ishte rezidenca patriotit Sulejman Vokshi, një nga figurat kyçe të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sipas Diamantasin, nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, i cili përmes një mesazhi telefonik ka konfirmuar detajet e projektit, punimet për rekonstruksionin e kullës kanë filluar në shkurt të 2025-s. Ky projekt po realizohet me një kontratë në vlerë prej 237.000 euro. Restaurimi pritet të zgjasë 10 muaj, duke synuar që objekti të rikthehet në një gjendje sa më të mirë dhe të ruajë vlerat e tij historike dhe arkitekturore. Ky investim në restaurimin e kullës së Sulejman Vokshit vjen si një përpjekje institucioneve për të ruajtur monumentet historike dhe për të promovuar turizmin kulturor në Gjakov. Kulla, e cila ka një arkitekturë karakteristike të periudhës osmane dhe një simbol i rëndësishëm i qëndresës dhe historisë shqiptare, do të ofrojë mundësi të reja për vizitorët dhe studiuesit që duan të njohin më nga afër trashëgiminë e pasur të qytetit. Ata shpresojnë që pas përfundimit të punimeve, kulla të shërbejë si një qendër rëndësishme për promovimin e historisë dhe kulturës shqiptare, duke u bërë një destinacion i vlefshëm për vizitorët vendas dhe të huaj.